Dhe tash nëse ne hymë në çet situatë që opozita nuk transmeton mesazh, që është në gjendje të miratoj buxhet, krijoj një qeveri, qoftë edhe një muj. Një qeveri afatshkuar sepse me temën e presidentit njerëzit duhet sigurohen që nuk do të bllokohen, sepse nëse kanë ndjenjen që do të bllokohen, atëherë ekziston rreziku që shumë më shumë të marrë mbështetje Albin Kurti, të paktën vetëm nga konsiderata e urgjencës momentale që të mos bllokohen ato që i kemi quajtur presioni nevojave ekonomike që po rëndojnë mbi shoqërinë tonë. Pra, këto janë këto presione sociale që po akumulohen dita ditës dhe mund të krijojnë realitetet të çuditshme politike që mund befasohemi dhe janë banale krejt tash arsyetime dhe argumentet ne që i përmendim, jo rritja e çmimit të rrymës, jo kjo, jo ajo, sepse ajo që do të jetë përcaktuese në votim. Kush e çon mesazhin? Në atë situatë do të jetë kush na shmong kolapsin që na të mos bllokohemi, mos mi marr rrogat. Se më tepër se gjysma e qytetarëve të Kosovës janë kredi nëpër banka. Ti e din çka ndodh në një situatë të këtilla apokaliptike. Dhe nuk do të jetë më sfidë kush jep premtime më të mëdha për investime kapitale. Nuk do të jetë më shqetësim për qytetarët e Kosovës kush jep për reforma më të mëdha në kush bën ato autostradë, kush e bën këtë autostradë, kush këtë rrugë, a do të hiqen sanksionet apo nuk do të hiqen sanksionet. Absolutisht do të jenë tema margjinale që prekin interesat afatgjatë të shtetit të Kosovës. Dhe kush do të ofrohet më shumë me administratën Trump apo kush nuk do të ofrohet. Fare nuk do të jenë. Nuk do të jenë tema. Qytetarët e Kosovës do të shkojnë te kutitë e votimit përballë këtyre dy presioneve të mëdha. Dy zgjidhjeve. Edhe përballë këtyre dy presioneve. Na i mbaron problemet, zgjidhja B është e paqartë. Ose anasjelltas. Është e paqartë zgjidhja B. Kushdo që mban që ka këtë lloj paqartësie, mban kosto. Kosto elektorale do të ketë. Le të shkruhet që le të dokumentohet, Ai që nuk e thot mesazhin çfarë, edhe një herë po. Le të dokumentohet në të varëbria kjo që tham. Ai i cili nuk do të jetë në gjendje ta transmetojë mesazhin që do të jetë në gjendje ta zhbllokoj këtë dimension të jetës ekonomike, mund të ketë kosto elektorale.